të shënuar mesditën e kësaj të diele në Maliq që Merieme Azizllari dhe djali i saj 14 vjeç ka ndëruar jetë pasi banesa e tyre mori flak, ndërkohë që në gjendje të rëndë shëndetësore është edhe vajza 6 vjeçare e familjes. Për më tepër detaje dhe çfarë po ndodh si paraqitet gjendja shëndetësore e të miturës 6 vjeçë, unë do të kem në këtë moment te kolegen Sidorela Xhamaqi. Sidorela, mirëmëngjes, cilat janë informacionet dhe detajet që vinë për këtë ngjarje mjaft rëndë? Ju përshëndes, në fakt ditën e djeshme ishte një ngjarje mjaft e rëndë e cila tronditi në fakt komunitetin e Maliqit, ku ditën e djeshme në banesën e familjes Azizllari ra zjarr duke humbur jetën kështu edhe nën edhe bir. Pra 47 vjeçarja Merieme Azizllari dhe djali i saj 14 vjeç. Në fakt sa i përket edhe ngjarjes dhe dinamikën të cilën ne e kemi treguar në fakt edhe ditën e djeshme, familja jetonte në kushte mjaft të vështira, ndërsa nëna kujdesej për 2 fëmijët, 14 vjeçarin dhe 6 vjeçaren, të cilët ishin me spektrin e autizmit. Nëna ishte shtëpiake, kujdesej për këta të fundit, ndërsa i vetmi që siguronte të ardhurat ishte babai, i cili edhe ditën e djeshme gjatë ngjarjes së rënd nuk ka qenë në banesë, fëmijët kanë qenë vetëm me nënën, ndërsa zjarri përfshiu banesën dhe nëna dhe 2 fëmijët fillimisht u paraqitën në gjendje shumë të rëndë. Ne në fakt kemi pasur edhe një komunikim me banorë të lagjes ku ata jetonin, tregonin për një familje e cila jetonte në kushte mjaft të vështira, ndërsa ditën e djeshme ka qenë njëra prej komshijeve, prafshinjeve të familjes Azizllari, e cila ka dëgjuar vajzën e cila bërtiste, pra vajzën 6 vjeçare e cila momentalisht është nën kujdesin e mjekëve. E qartë, Sidorela, ndërkohë që janë zbuluar arsyet e këtij shkaku të rënies zjarrit, çfarë thonë autoritetet? Grupi hetimor në fakt prej ditës së djeshme ka qenë pranë vendit të ngjarjes duke monitoruar dhe duke hetuar sa i përket edhe pistave. Deri në momentin që flasim, 2 janë pistat të cilat bëhen me dije nga ana e institucioneve, dyshohet soba me dru, por edhe disa fije shkrepse të cilat janë gjetur në afërsi të vendit ku ka rënë zjarri. Dyshohet fillimisht se ka qenë një dyshek i cili ishte shumë pranë sobës së zjarrit, i cili ka marrë zjarr fillimisht dysheku dhe më pas është përhapur edhe në pjesën tjetër të banesës. Na është komunikuar në fakt se nëna ka qenë e para e cila ka ndruar jetë, kjo për shkak të asfiksimit, ndërkohë djali 14 vjeçar është paraqitur në gjendje shumë të rëndë, ndërsa vajza ka qenë e vetëdijshme dhe me plagë të shumta në trup për shkak edhe të djegjeve. Menjëherë ditën e djeshme vajza është transportuar drejt Spitalit të Tiranës, aty ku vijon të jetë në fakt në gjendje kritike, ndërsa shpresa në fakt e familjes Azizllari është pikërisht që vajza 6 vjeçare të rikuperohet. Ndërkohë, Sidorela, duke qenë se ka qenë një orë e mesditës, nëse mund ta quajmë kështu, dhe jonë mesnat, ora 13:30 minuta, çfarë thonë autoritetet? Si ka mundësi që nuk është evidentuar zjarri i rënë banesë, apo ka qenë shkaqe që nuk e kanë kuptuar dhe janë asfiksuar? Në fakt, ju e përmendet edhe pse ka qenë mesditë, nuk është kuptuar, ka qenë vetëm një fqinje e cila ka arritur të shohë vetëm vajzën, sa i përket zjarrit, zjarri ka përfshirë vetëm pjesën e kuzhinës, duke ushuar më pas, nga komunikimi që kemi pasur edhe me shefin e zjarfikses në qytetin e Maliqit, Sadik Halili, ky i fundit na ka komunikuar se në momentin që është lajmëruar edhe zjarfiksja, kanë shkuar menjëherë në banesë, por banesa ka qenë thuajse pa shenja zjarri, le të themi, në pjesën e jashtme, në pjesën e oborit kanë gjetur vajzën 6 vjeçare, më pas
14 vjeçarin i cili ndroi jetë dhe shumë pranë kuzhinës ka qenë edhe nëna e cila kishte ndruar jetë pikërisht në banesë. Pavarësisht se janë marrë gjitha masat edhe nga ana e autoriteteve për t'i transportuar në fakt të 3 persona